S'ka ndodhur asku në botë. Kërkun botë s'ka ndodhur një gjë tillë. Ministri i Financave Hekuran Murati nuk po pajtohet asesi me propozimin që paga minimale të bëhej 500 euro. Qytetarët duhet ta dinë që propozime të tilla janë tallëse me qytetarët, krijojnë shpresa të rreme. Këto konstatime të Muratit u shpërfillën 2 vite më vonë nga shefi i tij Albin Kurti, që vendosi të arrit pagën në shumën që e quajti tallëse. Vendimi në fuqi do të hyjë që nga janari i vitit të ardhshëm. Kurti këtë vendim e mori sa ishte kryeministër në detyrë në muajin tetor, e nga pozita e njëjtë përsëriti sërish të martën. Por sipas shoqërisë civile, Kurti po vazhdon ta shkelë ligjin. Nuk është etike, po as demokratike që kryeministri për vendimet të cilat tashmë i ka marrë të dalë dhe të thotë që po rritet paga minimale vetëm se ai ka dashur. Ka një ligj për të punës, ka një ligj për Këshillin Ekonomik Social, ka një ligj për pagën minimale, i cili e obligon qeverinë që të ndërmarrë vendime të cilat ja rregullojnë jetën qytetarit në Republikën e Kosovës. Përveç jo legjitime, një ekonomist veprimet të tilla po i sheh si tendencë për të blerë vota. Po e tëra kjo ka ngjyrë politike, sepse po ndodhet në kohën e zgjedhjeve, e tëra kjo ka ngjyrë politike, sepse po ndodhet në kohën kur nuk kemi vetëm qeveri në detyrë dhe nuk kemi institucione. Gërgjaliu thotë se para se të mirrej një akt i tillë do të duhej edhe konsultimi me sektorin privat, nga se sipas tij kjo është e papërballueshme, andaj paralajmëron edhe reduktime të stafit nga kompanitë. Ne në rend parë do të kemi fillim të largimit të punëtorëve nga puna, do të kemi reduktim të numrit punësuar.